Ajo u martua dhe u zhduk, por ajo që zbulon prindrit e saj ishte edhe më tronditëse. Gjithçka filloi si një ëndër. Muaji i mjaltit në bregdetin e San Vitos, rëre bardhë, zhurmë e valve jashtë dritares, arome e kripës, freskia dhe një fllati i lehtë. Danieli dhe Mariana sapo ishin martuar dhe dukeshin si njerëzit më të lumtur në tokë. Dhoma e tyre në hotel La Perta ishte e qetë. Ajri ishte i mbushur me një lagështi të butë dhe një fllat i lehtë lëkunte pertet e bardha si borra, duke lënë të hynte drita e mëngjesit. Danieli u zgjua i pari. Dora e tij rëshqiti mbi çarshafin e ftohtë, ku Mariana kishte qenë shtrirë kohët e fundit. Duke hapur syt, ai pas zbrasti pranë. Dera e banjës ishte gjysmë e hapur. Heshtja e kumbonte në vesh si një lajmëtar i telasheve. Ai e thiri atë, por në përgjigje kishte vetëm një jehon të zbrazët. Duke u përpjekur të qetësonte ankthin e tij në rritje, Danieli u ngrit. Drita nga dritarja rëshqiti mbi pllakat e bardha të banjës, duke reflektuar diçka të errët në lavaman. Gjak, njolla në lavaman, shenja në dysheme. Ato dukeshin si shpërthime të pavullnetshme paniku. Aksident? Prerje? Por sa më shumë shikonte, aq më shumë kuptonte se kjo nuk ishte një gërvishtje e vogël. Këtu kishte diçka të tmerrshme. Ai u hodhe në përdhom, duke kërkuar një shpjegim. Çanta e Marianës qëndronte e paprekur, telefoni ishte në komodin, rrobat ishin palosur me kujdes. Nuk kishte asnjë shenjë nxitimi apo ikjeje. Danieli shkoi nën krevat dhe shikoi atje poshtë, në dollap, në sirtar, bosh. Frymëmarrja e tij u bë e thellë dhe e rëndë. Ai veshi këpucët pothuajse duke u penguar me këmbët e tij dhe u hodh poshtë në recepcion. Mikpritësi një burr me flokë të trash gri e shikoi me pak simpati. Jo, senjor Blasco, askush nuk e ka parë gruan tuaj sot. Zemra e Danielit rrihte fort në gjoks. Ai vrapoi drejt plazhit duke ndjer këmbët e tij të fundoseshin në rërën e ftohtë dhe të lagësht. Asnjë gjurmë, asnjë hije, vetëm pulbardha që rrotulloheshin mbi ujin e qetë. Duke u kthyer në dhomën e tij, ai kërkoi pamjet e kamerave. Disa minuta më vonë vajza në recepcion tha me një zë të dridhur: "Ne I kontrolluam kamerat. Marina erdhi me ju natën, por nuk ka asnjë regjistrim të daljes së saj." Ai pothuajse e lëshoi telefonin. Njolla gjaku, numër bosh dhe asnjë gjurmë. Një lloj zhdukjeje pa lënë gjurmë. Frika u bë pothuajse e prekshme. Një orë më vonë policia tashmë po kontrollonte dhomën. Inspektori Alejandro Rivera, një burr I shkurtër I thatë me një shikim deportues, shqyrtoi në heshtje çdo detaj. Nuk duket si një aksident, tha I qetë, duke u përkulur mbi lavaman. Danieli u dërgua në stacion. Dhomë e vogël, mure të bardha, një tavolinë metalike e ftohtë, dritë e pakëndshme, llambash. "Më thuaj për atë natë," tha Rivera. Danieli lëpiu me vështirësi buzët e tij të thata. "Ne darkuam në teracë. Verë, të qeshura, plane për të ardhmen, pastaj shkuam në shtrat. U zgjova dhe ajo ishte zhdukur. Nuk dëgjuat asgjë?" pyeti oficeri, por Danieli tundi kokën në heshtje. Pas kësaj Rivera postoi fotografi. Njolla gjaku, spërkatje, vija. "Kemi diçka tjetër," tha ai, duke nxjerrë një dosje me dokumente dhe pamje të korrespondencës së Marinës me shoqen e saj. Në një nga mesazhet, ajo shkruante: "Kam frikë, nuk jam e sigurt që po bëj gjën e duhur. Mendoj se po më ndjekin. Unë shoh të njëjtin person në vende të ndryshme." Rivera vazhdoi duke shfletuar letrat. "Nuk është thjesht frikë nga dasma, senjor Blasco. Ne dyshojmë se ajo mund të ketë ndjerë vërtet kërcënim." Bota rreth Danielit po lëkundej, oficeri vazhdoi. "Dhe gjithashtu, një polic sigurimi së fundmi ka pësuar disa ndryshime. Në rast të vdekjes së saj, e gjithë shuma do të shkojë tek ju." "Unë nuk bëra asnjë ndryshim." Danieli mesi përmbahi, por dyshimi tashmë ishte vendosur në syt e Riveras. Shtypi u hodh si një tufë pulbardhash të uritura. Titujt bërtisnin. "Nusja zhduket, policia dyshon burrin." Sensacion në San Vito. Fytyrat e njerëzve që I konsideronte miq I shfaqeshin në ekrane. Lucia Santos tha: "Ajo tha se kishte frikë prej tij. Clara ishte dashura. Ai ishte simpatik, por gjithmonë arrite qëllimin e tij.
Policia kontrolloi shtëpinë e tij në Toledo. Studiova fatura, korrespondenca dhe thirrje telefonike, edhe letra të vjetra. Danieli kuptoi ata po kërkonin prova që nuk ekzistonin, kështu që ai ju drejtua një miku të vjetër, detektivit privat Miguel Sandoval. Gjeja atë, tha ai, gjeje të vërtetën. Migueli nuk e shgënjeu. Disa ditë më vonë ai u kthye me lajme. Kam gjetur një llogari sekrete në Zyri dhe një apartament në periferi të San Lorenzos. Gjithçka ishte rregulluar një javë para muajit të mjaltit. Danieli shtrëngoi grushtet. Ikja ishte planifikuar, ndërkohë policia gjeti një copë pëlhure me gjakun e Marianës në një shtek të braktisur pas hotelit. Pëlhura ishte grisur me kujdes, sikur dikush të kishte lënë qëllimisht një shenjë. Aty pranë u gjetën gjurmë këpucësh që nuk i përkisnin Danielit dhe një copë dorashke e zezë. Hetimi sugjeroi se dikush tjetër ishte aty atë natë, dikush që nuk donte që ajo të gjendej. Kamerat e daljes së pasme ishin çaktivizuar. Të gjithë kohën para muajit të mjaltit, Mariana jetoi me frikë. Në fillim, ishin letra anonime të lëna në kutinë postare, fraza të shkurtra të shkruara me shkrim të paparabartë. Pastaj erdhën thirrjet e natës, heshtje në linjë e ndjekur nga një frymëmarrje e rëndë e ndërprerë. Disa herë ajo vuri re të njëjtin burr, në një kafene pranë punës, duke drejtuar një makinë të errët me dritaret e rrësuara. Ndonjëherë dukej se po vëzhgoi edhe në shtëpinë e saj, zhurma të pakuptueshme, kërkëritje, mezi të dëgjueshme pas derës. Ajo jetonte duke parë mbi shpatullat e friksuar edhe nga hija e saj. Në zyren e tij në Toledo, telefoni i Danielit vibroi. Ajo drodh duke hequr shikimin nga qielli i gri jashtë dritares. Ekrani shkëlqeu një numër të panjohur, por ai e dinte tashmë se kush ishte. Zëri i Riveras ishte i tensionuar. Kartat e kreditit të gruas tuaj u aktivizuan në Lisbon. Pati një pauzë të shkurtur. Dhe edhe një gjë, vazhdoi ai. Kamerat pranë ATM-s regjistruan një grua që i ngjan Marianës. Por pranë saj ishte një burr me një xhaketë të errët me kapuç të ulur mbi sy. Fytyra e tij është e fshehur, por është e qartë se ai po mbante dorën e saj fort pothuajse duke u kapur. Pamjet tregojnë atë duke u përpjekur shkurtimisht të lirohet, por burri përkulet drejt veshit të saj dhe i përshpërit diçka. Pas kësaj Mariana bindshëm ul kokën dhe lejon veten të udhhiqet larg. Kemi kërkuar imazhe të përmirësuara. Ekziston mundësia që ai të jetë i lidhur me një seri zhdukjesh në jug të vendit. Danieli mbylli syt. Loja sapo kishte filluar. Dhe në rrezik nuk ishte vetëm jeta e tij, por edhe e vërteta e cila mund t'i shkatronte të dy. Të dashur shikues, a dëshironi një vazhdim të kësaj historie? Ju lutemi na tregoni në komente dhe nëse ju pëlqeu kjo video, atëherë ndajeni me miqtë tuaj dhe abonoheni në kanalin ton. Mirupafshim.